Tashmë është zyrtare. Deliz Gjeci ka nënshkruar kontratën e parë si profesionist me Interin që e lidh deri në verën e vitit 2028. Gjeci luan në krahun e djathtë të sulmit dhe këtë muaj mbush 17 vjeç. Për talentin me origjinë shqiptare flitet me superlativa në Itali, madje konsiderohet si një nga xhavahirët e akademisë së Interit. I nderuar të nënshkruaj kontratën time të parë profesionale me këtë klub. Rruga është akoma e gjatë, por drejtimi është i duhuri. Forca Inter, shkruan Gjeci në llogarinë e tij. Gjeci deri tani ka luajtur për moshat e Italisë dhe pikërisht ekipin U17. Mbetet për të parë nëse sulmuesi i lindur në Itali do të ndryshojë përfaqësuese dhe të zgjedhë ngjyrat kuqezi.